Gjykata speciale ka vendosur që të pezullojë nga detyra zëvendës kryeministrin Belinda Balluku dhe të mos lejoj që ajo të dalë jashtë shtetit. Si e gjykoni këtë mas? Mas e vonuar, po shpresoj të jetë dhe e zbatuar. Them e zbatuar sepse këta i marrin masat sot dhe i revokojnë nesër. Belinda Balluku është numri 2 që u pezullua dhe u ndalua dalja shtetit. Numri 1 është Edi Rama. Se asnjë gjë s'ka bërë Belinda Balluku pa miratimin dhe pa lejen e Edi Ramës. Për këtë të jemi koshient. Çdo gjë që bën Belinda Balluku, çdo gjë që ka bërë me Edi Ramën. Dhe fakti që në mesazhet e saj, në SMS-t e saj ka komunikuar me termin ai palloshi gjatë, ai kurvi, ku di unë çfarë ka thënë ajo, këto që janë publikuar, se ka të tjera që janë publikuar, që ne nuk i dim. Pra, Belinda Balluku duhet të merret e pandehur. Kjo s'është gjë fare, po si duket, edhe kështu duhet jetë, është hapi i parë për ta marrë të pandehur. Pra e shkarkon në detyra, e shkarkon në të gjitha funksionet, dhe e merr të pandehur. Për ta marrë të pandehur duhet të jap viston, jap lejen kuvendi. Gjë që ka pak gjasa të ndodhë, sepse kuvendi komandohet nga Edi Rama, dihet ajo punë. Dhe unë pak shpresa kam që kjo të shkojë në gjyq. Por nuk është Belinda Balluku që duhet shkojë e para në gjyq dhe në burg. Është Edi Rama. E keqja e madhe e këtij vendi është Edi Rama. Belinda nuk ka bërë as më shumë, as më pak, thjesht ka zbatuar urdhrat e palloshit. Dhe unë shpresoj që Belinda, sepse ata i nxorën shpatat me njëri tjetrin, Belinda i tha, nuk ma bën dot mua ti, nuk më bën dot mua ti atë që i bëri babait gjyshit tim. Dhe kjo nuk je thënie kot. Kjo është kërcënim i hapur për Edi Ramën, sepse ajo e ka në dorë. Ajo i ka prova në dorë Edi Ramës. Dhe ai e di shumë mirë këtë punë. Dhe Edi Rama e shikon që pas saja i vjen radha atia. Por duhet një lëvizje fuqishme mbar kombëtare që të ndodhë kjo, sepse ai është në fuqi kryeministër. Ose duhet një urdhër nga jashtë shtetit, nga jashtë Shqipërisë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ai të lërë detyrën. Pra, dhe të marrë pushtetin, ajo qeveria teknike. Më falë, marrë pushtetin qeveria teknike që është ngritur dhe është në funksion. Ne dje pam dhe atë sekretarin për infrastrukturën e qeverisë teknike, i cili foli jo shumë gjatë, po foli dhe i tha gjërat siç duhet. Pra, ne presim që qeveria teknike të marrë pushtetin dhe kjo qeveri të bjerë. Ndërkohë, presim akoma dhe shpresojmë që dy partit shkatë, se janë partia punës në fakt, komunistët, partia komuniste që është në pushtet me të tëra format e saj, të qërohet nga pushteti i Shqipëri, nga skena politike, dhe Shqipërinë të drejtojnë shqiptarët e vërtet, shqiptarët adetar, shqiptarët konservator, shqiptarët që duan Shqipërinë dhe kombi shqiptarë. Dhe me kalimin e kohës, pastaj me në ecurinë e ngjarjeve të bëhet dhe Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Avokat, ju besoj e pati, po themi fjalimin e djeshëm të Belinda Ballukut në kuvend. Çfarë ju bëri përshtypjet e fjalimit i djeshëm dhe a besoni që Belinda do i kaq kollaj nga ky post? Fatkeqësisht dhe kam qenë në rrugë kur ka qenë mbledhja e parlamentit dhe nuk e kam parë, por Belinda Balluku duhet jetë nga ato me që tregon deri tani, nuk e di si do vend ngjarjet më mbrapa, po Belinda Balluku duhet jetë kock që të ngecë në fyt. Dhe kock do t'i ngecë në fyt Edi Ramës. Dhe ajo këtë gjë duhet ta bëj. Dhe nëse dëgjon intervistën time, ajo duhet urgjentisht të vejë të denoncojë të gjitha poshtërsitë dhe krimet dhe vjedhjet dhe paraçollëqet që ka bërë palloshi i gjatë. Me qëllim që të mbetet e nderuar, që dhe nëse dënohet edhe burgoset, të paktën, si tha njëra njerë, sa rrova që këndova, tha një grua dikur. Edhe ajo, të dalë dhe
të nxjerr veten ashtu siç mendojmë ne se është. Pra, të denoncoj krimet nga fillimi deri në fund. A mund ta marrë me vete Belinda Balluku Edi Ramën? Normalisht e ka marrë me vete. Jo mund ta marrë, ajo e ka marrë me vete dhe ja ka thënë të tëra ato bëmat e gjëmat e Edi Ramës. Por kjo gjë duhet të materializohet juridikisht. Pra, gjykata, unë e përshëndes vendimin e gjykatës që ka pezulluar dhe ka larguar nga të tëra funksionet, e përshëndes fort bile, dhe më bëhet qefi që më në fund, ata që e paguajnë BKH-n dhe SPAK-un, i thirrën mendjes dhe e panë që këtu s'ban më ujë pilafi. Unë jam drejtuar disa herë atyre, edhe me kritika, po kritikat e mia janë konstruktive, nuk janë për t'i përbuzur edhe për t'i poshtruar. Jo, janë për të thënë qohuni nga gjumi. Qohuni dhe bëni detyrën. Dhe praktikisht po bëhet. Pra Belinda Balluku edhe një herë, këtë tani ka të tëra mundësit që t'i nxjerrë të vërtetat ashtu siç janë dhe t'i japi atë goditje. Në fundit hak merret edhe për të gjyshin. Se gjyshin e saj këta ja vra. Prandaj ti zonja Belinda dil dhe mbroje gjyshin tënd, se këta ta vrat. Janë pikërisht këta, baballarët e këtyre, dajallarët e këtyre, xhaxhallarët e këtyre. Këta janë që i kanë bërë krimet në Shqipëri. Avokat, siç thuhet edhe nga media, duke se Belinda Balluku është në nëhetim edhe për unazën e madhe të Tiranës. Po tjetë për të marrë në nëhetim, pastaj nuk është vetëm unazë e madhe, është rruga nga mbi kalimi Kasharit në Mamoras, është tuneli i Llogaras, që u doli një fjalë dhe nuk e di sa e vërtet është që inxhinieri grek ka thënë që ai betoni nuk ka hekur brenda, e janë shumë gjëra. Pra, duhet urgjentisht një në radhë parë se është me rëndësi shumë të madhe inspektimi dhe kontrolli i ndërtimit të tunelit, të betonimit të tunelit Qafkrab, të Llogaras, më fal. Sepse kemi të bëjmë me jetë njerëzish aty. Unë kam denoncuar dhe një problem tjetër, që s'po e vë njeri ujtë në zjarë. Nga në dalje të Kuçit për në Progonat sipër është një shkëmbë që është gati, është i qarë për gjysëm, po ndahet ditë për ditë pak e nga pak, dhe një ditë ai do bjeri që të vras njerëz. Po inshallah do Zotit mos zërë në një makinë në vete, sepse është shumë i rrezikshëm. E kam nxjerrë në Facebook, e kam denoncuar disa herë, dhe unë i bithirje këtyre të Ministrisë Rrugëve, të Drejtorisë Rrugëve, të vend ta shikojnë atë, sa del nga Buronjat e Kuçit që shkon për Progonat, është 200 metra rrugë. Të vend të marrin masa, ta rrëzojnë vetë, ta pastrojnë e të eliminohet një rrezik i mundshëm. Avokat, me këtë vendim që është marrë nga GKK, a prisni ndryshime të mëdha në Shqipërinë? Unë pres që të marrë pushtetin qeveria teknike, nëse do duan Amerikanët. Dhe Amerikanët i kanë thirrur mendjes më në fund, sepse kanë ardhur prokurorët amerikanë që mori këtë vendim prokuroria e posaçme shqiptare dhe gjykata e posaçme. Nëse keni parasysh, kanë ardhur para 3 ditësh, 4 ditësh, sa u bën kanë ardhur një grup prokurorësh amerikanë, ata nuk erdhën për të bërë xhiro në Shqipëri, as për të nërën paçe pilaf në Shqipëri. Ata erdhën në Shqipëri për të vënë drejtësi se po lëngon një popull i tërë dhe ata nuk janë të paftë ta shikojnë, ata e shikojnë shumë mirë dhe për atë kanë ardhur. Dhe filluan ta godisin gjarprin nga koka. Por unë u bithirje atyre zotrinve amerikanë që kanë ardhur nëpërmjet dhe t'ja çoj ambasada amerikane në Tiranë fjalët e mia, që ata ta çojnë hetimin dhe këto arrestime deri në fund. Ti shkoni dënimit dhe arrestimit të kriminalëve deri në fund. Avokat, si e pat sjelljen e opozitës ditën e djeshme në Kuvend kur teksa fliste kryeministri Rama u çuan dhe i kthyen shpinën? Karagjoz. Ata janë karagjoz. Ata nuk janë opozit. Ata e din mirë që janë opozit. Çfarë duhet kishin bërë? Çfarë duhet kishin bërë? Njëra ata janë të paligjshëm që kanë vatur atje.
janë të pavotuar. E para, e dyta, nëse ata ishin kundër fjalimit e Edi Ramës, të dalin dhe të nxjerrin popullin në rrugë. A është parti politike, konsiderohet parti politike. A konsiderohet parti që ka mbështetës me vete. Atëherë dalë të blokojnë gjithçka, të blokojnë rrugët. Nuk themi të bëjnë luftë, se luftë s'ka më tani, po ka blokim dhe detyrim me forcë që të dalin nga parlamenti. Se ishte ajo parti në pushtet, ajo opozit ishte në pushtet që ndaloi referendumet në Shqipëri, zotëri. I hoqi drejtën themelore qytetarit të flasë, i lirë. Pra i hoqi parlamentin e mundshëm kombëtar për të folur. Janë një lloj, ata prandaj thash janë karagjoz, janë as pak serioz, janë thjesht duan bëjnë zhurmë rrëmuj, duan me çdo kusht të krijojnë trazira në Shqipëri. Unë këtë shikoj. Avokat, ju thoni që pushtetin do ta marrë qeveria teknike. Jo, nuk thash do ta marrë, thash shpresoj ta marrë qeveria teknike. Nuk e di do ta marrë apo jo. Unë kërkoj dhe shpresoj që ta marrë qeveria teknike pushtetin në Shqipëri. Të zhduken këta të shkrihet parlamenti, të marrë pushtetin qeveria teknike, me kalimin e kohës të organizojë zgjedhjet në Shqipëri, zgjedhje parlamentare kushdo qytetar shqiptar që ka dëshirë dhe ka vullneti që të kontriboj për mirëqenien dhe për mbarvajtjen e Shqipërisë të kandidojë dhe të bëhet deputet, të bëhet ai program, se është program i shkëlqyer, programi qeverisë teknike me 41 deputet, senator dhe 80 deputet. Është i shkëlqyer dhe Shqipëria të kalojë në si thuash, në vendosjen e neneve thelbësore të kushtetutës amerikane në Shqipëri. Pra, të mos ketë më dy parti si që janë këto sot komunistët, mos kenë këta pjesë në pushtet, parti mund të ketë, demokraci jemi, por këta që kanë qenë të përlyer dhe që kanë qenë në pushtet këto 32 vjetë, ose 82 vjetë më mirë, këta të presiohen nga çdo lloj forme në pushtet. Avokat, është marrë në pyetje ish-kryeministri Berisha lidhur me 21 janarin. A mendoni se do zbardhen vrasjet tek 21 janari? Të zbardhura janë. Të janë zbardhura. S'ka nevojë të zbardhësh e të pyesësh. Merr videot, merr pamje filmike dhe e ke të qartë problemin. Berisha s'ka thënë kush e plagosi Ndrea Prendin. Se gojtë e liga thonë që e kanë goditur me grusht Ndrea Prendin atje në kryeministri atë ditë që... Komandantin e gardës? Po. S'është goditur nga protestuesit? Jo, zotëri. Në cilë protestues? Jo, godit në ata, ku e gjithën protestuesin atë ta godisnin. Po këto janë mashtrimet e kryemashtruesit, akoma e besoni Sali Berishën ju? Po akoma e besoni atë komunistë të pështir ju? Ka qenë kryeministër apo ka? Që ka qenë kryeministër nuk do thotë që është burr i mirë, nuk do thotë që është adhetar. Se ai kryeministri është për Fazliçin, unë e kam pyetur për disa herë, që deshi Damir Fazliçi në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë në kryeministri. Pse si thot populli shqiptar? Pse nuk thot të vërtetë që Fazliçi ia dërgoi Vučići? Pse nuk thot të vërtetën? Pra, unë çuditem pse e lën akoma të lirë Sali Berishën, këtë s'po kuptoj. Se krimet e tij janë pafund. Krimet e tij janë pafund. Pra, duhet me çdo kusht ai të arrestohet dhe të jap llogari për çka bër. I ka bërë shumë këtij populli ai. Avokat, faleminderit shumë për intervistë.